Përshëndetje të nderuar shikues, po filloj me përmbledhjen e ngjarjeve që karakterizuan javën që lan pas në Gjakov. Me 28 dhjetor në Kosovë mbohen zgjedhjet e parakohshme parlamentare. Subjektet politike tashmë kanë publikuar listat e kandidatëve dhe ajo që bie në sy janë aderimet e disa personave. E këto aderime politologu Melazim Koci po i vlerëson si fushat zgjedhore dhe as pak produktive. Listat zgjedhore të subjekteve politike pjesëmarrëse në zgjedhjet e 28 dhjetorit tashmë janë bërë publike dhe vazhdimisht po kërkohet mbështetje nga qytetarët për të siguruar sa më shumë vota. Në shumë prej listave ka dhe aderime për të cilat politologu Melazim Koci në një lidhje virtuale për mediumin ton i konsideron si as pak premtuese. Me gjithë respektin për të gjithë ata që kanë aderuar në cilën do nga partitë do të thot politike, mendoj se më shumë ka qenë ambalazh dhe zhurmë mediale se përmbajtje. Politologu Koci gjithashtu tha se edhe këtë herë mungojnë programe konkrete gjatë parafushatës. Nuk besoj se mund të ofrojnë diçka të re nga ajo që kemi dëgjuar në shkurt dhe tani në zgjedhjet e fundit lokale, pra më shumë fushata, aktualisht para fushata, është fokusuar te polemikat nga njëherë që kalojnë në nivelin e oratorisë së urrëties mjerisht. Dhe mendoj që ky është problemi kyç në këtë parafushat dhe nëse vazhdon me këtë logjikë edhe fushata, nuk e shoh diçka të mirë, sepse kjo oratori e urrëties mund të pamundsoj sërish krijimin e qeverisë së re. E kur është fjala te numrat, Koci thot se këtë herë partisë fituese nuk i duhen më 61 vota, por 80 nëse nuk duan të dështoj procesi i zgjedhjes së presidentit. Tani nuk duhen më 61 vota për formimin e qeverisë, por duhet siguruar 80 vota për zgjedhjen e presidentes ose presidentit. Në të kundërtën, Kosova sërish shkon në zgjedhje diku në prill ose mars dhe do të ishte diçka e jashtëzakonshme, shumë e keqe për Kosovën. Kështu që uroj që akuzat kundër akuzat që kanë shkuar në nivelin e oratorisë së urrëties të pushojnë dhe që Kosova të fokusohet te programet partijake e partive, te programet e zhvillimit ekonomik të raportit ton me Bashkinë Ndërkombëtare që janë kyçe në këto momente. Analisti Koci gjithashtu vuri theksin edhe te data zgjedhjeve, për të cilat ai vlerëson se nuk ishte data më e mirë e mundshme. Nuk është data më e qelluar për zgjedhje. Më rrallë nuk më kujtohet diku të mbahen zgjedhjet 2 ditë, 3 ditë para ndrimit të moteve, por ja që kjo ndodhi në rastin ton, mendoj se faji ishte i dyjanshëm. Vendosja duket se insistonte për 28 dhjetorin për shkak të diasporës, votat që vanon nga vendosja. Nga ana tjetër opozita nuk e diti të gjejë zgjidhje, mund ta votonte zotin Konjufca vetëm për 2-3 muaj dhe pastaj Kosova të shkonte në zgjedhjen e mars që do të ishte më e favorshme për opozitën, por ata nuk vepruan në këtë mënyrë dhe tani besoj që do t'i vuajnë pasojat, pra ajo vote diasporës, megjithatë pavarësisht që nuk ka matje sondazhe sa i përket disponimit të diasporës, megjithatë ne dimë që ajo pak më shumë anon nga vetëvendosja. Megjithatë, gara zgjedhjeve të parakohshme pritet të jetë e ashpër dhe konsiderohet se do të jetë ndikuar nga zhvillimet e vitit të fundit. 3 palë zgjedhje të mëhershme, zgjedhjet parlamentare në shkurt dhe 2 raundet e zgjedhjeve lokale në tetor-nëntor i kushtuan buxhetit të shtetit dhe partive politike rreth 23 milion euro. Oda avokatëve të Kosovës ka reaguar për praninë e disa pajisjeve incizimi në zyrat e policisë së Kosovës. Pavarësisht se nga policia kanë dhënë verzionin e tyre për këtë situatë, avokatët e vlerësojnë se nga prania e pajisjeve që në dukje ngjasojnë me kamera artizanale, pa shenja të dukshme identifikuese, pa sinjalizim teknik dhe pa njoftim paraprak. Krijon pasiguri të justifikuar dhe bie ndesh me standardet e konfidencialitetit që garantojnë ushtrimin e profesionit të avokatit.
Oda e avokatëve të Kosovës ka njoftuar se në disa objekte të policisë së Kosovës janë vërejtur pajisje inqizimi, të cilat në dukje ngjajnë me kamera artizanale, të vendosura në hapësira ku zhvillohen intervistat dhe konsultat konfidenciale ndërmjet avokatëve dhe palëve. Kamera gjatë intervistës mundet me pas kur ato janë paralajmëruar, kur ka shënim që ka kamera ose njoftohen palë që tash po fillon regjistrimi dhe mundet më bo, por kamerat të mshefta nuk janë të lejuara, për arsye se edhe cënojnë parimin e privatësisë edhe na si avokate kemi praktikë që na lihet vetëm me klientin me u konsultu. Edhe në qatë fazës konsultimit i nënshtrohet parimit konfidencialitetet që bisedat avokat-klient janë konfidenciale për që në të ardhmen mi planifiku mbrojtjen me ditë se si me u deklaru klienti, a me u deklaru apo jo. Avokati Yll Bokshi thotë se një gjë e tillë është e papranueshme, sepse përbën shkelje të privatësisë dhe të ligjit për konfidencialitetin e komunikimit ndërmjet avokatit dhe klientit. Më parim me gjithë klientët kam kujdes gjatë bisedës se ato janë taktikat policisë, edhe pse janë të kundërligjshme, janë kundërshtim me kodin e procedurës penale, ligjin e avokatisë edhe kushtetutën e nimëri ligjeve të tjera, por që ata mendojnë që ashtu mundohen mi kry punën e vetë, edhe pse një gjë e tillë kish me ju dështu në procedurë penale, pasi që ato prova janë të kundërligjshme dhe ato informata cilat I marrin ata në atë mënyrë janë edhe nxjerrët prova në atë mënyrë është e kundërligjshme. Ai shtoi se në policinë e Gjakovës nuk ka hasur dhe nuk ka vërejtur pajisje të tilla deri më tani. Bokshi theksoi se nëse vërtetohen raste të tilla, duhet të reagojë menjëherë Inspektorati Policor I Kosovës. Për këtë çështje ne kemi kontaktuar policinë e Gjakovës, të cilët janë shprehur se nuk posedojnë rast të tillë të raportuar. Temperaturat të ulëta dhe mjegulla krijojnë vështirësi në qarkullimin rrugor, prandaj kujdesi duhet të jetë më I shtuar nga ana e ngasësve. Kështu vlerëson Albin Saçia. Ai gjithashtu ka shtuar se të gjithë ngasësit duhet të jenë të pajisur me pajisje dimërore, në të kundërtën do të xhubiten konform ligjeve në fuqi. Mjegulla e dendur gjatë ditëve të fundit ka bërë që policia e Kosovës të apelojë te ngasësit për kujdes më të shtuar. Kapiten Albin Saçia thotë se temperaturat të ulta dhe mjegulla vështirësojnë dukshëm trafikun rrugor. Duke marrë parasysh se kemi hyrë në sezonën dimërore, andaj kemi edhe ndryshim të kushteve të rrugës dhe temperaturave të ulta. Si shihet edhe këto ditë të fundit kemi edhe mjegull, andaj ku të ka edhe mjegull vështirësohet edhe trafiku rrugor. Kapiten Saçia gjithashtu përmes këtij prononcimi ju rikujtoi edhe ngasësve disa nga veprimet që duhet I marrin gjatë qarkullimit në komunikacionin rrugor. Çdo drejtues I mjetit duhet të jetë I kujdesshëm gjatë ngasjes, sidomos kur kemi mjegull, kur kushtet atmosferike janë jo të mira, duhet ta respektoj shpejtësinë e lëvizjes, duhet ta mbaj anën e djathtë të rrugës, duhet ta mbaj distancën e duhur dhe gjatë ngasjes të mjetit të tij, gjatë mjegullës duhet I përdor dritat e shkurta. Pra në asnjë mënyrë nuk duhet të përdoren dritat e gjata. Pajisjet dimërore në vetur janë të domosdoshme, shtoi Saçia. Kohëve të fundit ka një rritje të vetëdijes së ngasësve për të qenë të pajisur me kohë, por për ata që ende nuk janë pajisur do të ketë ndëshkime. Do t'i marrim edhe masat ndëshkuese ndaj atyre drejtuesve motorik të cilët nuk janë të pajisur me pajisje dimërore, sidomos me gomat të dimrit. Nëse një drejtues I mjetit motorik del në mënyrë të papërgjeshme në trafikun rrugor, domethënë jo I përgatitur, atëherë ne do ta dërgojmë automjet në shiqim të jashtëzakonshëm teknik.
Mjegulla mund të krijojë një iluzion optik dhe t'i bëjë shoferët të mendojnë se po shkojnë më ngadalë se që janë, prandaj vëmendja duhet të jetë shtuar, thuhet ndër të tjera në apelin e policisë drejtuar ngasësve në komunikacion. Gjatë kësaj jave, kryeministri në detyrë Albin Kurti bëri të ditur se nga 1 janari i vitit të ardhshëm paga minimale do të rritet në 425 euro nga 350 sa është aktualisht. Do nëse ky vendim po konsiderohet i mirëpritur nga përfituesit në anën tjetër, njësit e ekonomisë thonë se do krijojë kriza financiare tek bizneset. Nga muaji i ardhshëm, paga minimale në vend do të rritet në 425 euro bruto, nga 350 euro sa është aktualisht. Faza e dytë e rritjes do të hyjë në fuqi me një korrik, kur paga minimale pritet të arrijë në 500 euro. Kështu ka shkruar sot në llogarinë e tij në rrjetin Facebook kryeministri në detyrë Albin Kurti. Ndërkohë eksperti i çështjeve ekonomike Jakub Bellaça tha se ky vendim është i mirëseardhur. Vendimi i kryeministrit për pagën minimale është i mirëpritur, edhe pse i vonuar, por është i mirëpritur sepse paga minimale ka qenë më ulta, domethënë edhe në vendet e Ballkanit Perëndimor edhe shumë vende tjera. Bellaça ndër të tjera pohoi se një rritje kaq e madhe pagës minimale mund të rrezikojë disa biznese ose të vënë në vështirësi vendet e punës, duke shtuar se mbetet për t'u parë nëse bizneset do të arrijnë ta përballojnë këtë barë shtesë. Tek ndërmarrjet shumë të vogla faktikisht vazhdojnë thjesht ka efektet jo pozitive për shkak se nuk mund me përballuar. Ai theksoi se sektorit privat në këto kushte do t'i nevojitet mbështetje nga qeveria për të përballuar efektet e rritjes së pagës minimale. Ndihma më e madhe do duhet të ketë thjesht domethënë të ketë reforma edhe mbështetet me ligje më të mira, për shembull sa aspekt, sidomos në aspektin e tatimeve për shembull, do duhet bizneset të ketë lehtësira më shumë tatimore, baza tatimore do duhet të rritet më shumë. Mirë po, për shembull 18% i bizneseve të cilët është i aplikuar për domethënë që është i aplikuar për produkte edhe për shërbime faktikisht është e lartë, do duhet zbritet për shembull 18%, sidomos për produktet elementare bazike do duhet zbritet diku 5%, sepse ashtu shto inflacioni është i lartë, çmimet janë të larta. Kujtojmë se rreth 150.000 punëtorë të sektorit privat do të përfitojnë nga kjo rritje, ka shkruar Kurti. Mungesa e energjisë elektrike dhe reduktimet e shpeshta janë bërë shqetësim i vazhdueshëm për banorët e fshatrave Dal, Pjetërshan, Kusar e Moglic. Palosh Nikolla, përfaqësuesi i fshatrave, thotë se kjo situatë po i penalizon nga shumë obligime ditore e së fundmi edhe në ngrohen e ambienteve. Banorët e fshatrave Dal, Pjetërshan, Kusar dhe Moglic po ankohen për ndërprerje të vazhdueshme të energjisë elektrike, shpesh pa paralajmërim. Kryetari i Këshillit Lokal Palosh Nikolla thotë se për vite me radhë kanë kërkuar rregullim të rrjetit, por problemet vazhdojnë. Kohën e fundit kemi ndërprerje pa paralajmërime, ndërprerje me lajmërime, okay, kur ka me lajmërime pranohet disi, ama kjo pa paralajmërim është e pa pranueshme, sepse ka ndërprerje gjatë ditës, ka ndërprerje të natës. Ne kemi mirë sa një gjithë fshatra, domethënë me Dal, me Kusar, me Pjetërshan, me Rac, domethënë deri në pjesën e Moglic, çdo javë se telefonat për prishje. Tash kohën e fundit po i shkruaj edhe email. Në email po më lajmërohen më shpejta, ama ka prishje. Ne jemi vetëdijshëm se ka prishje, sepse kemi me kërkesa që 3-4 vite që merrem me kërkesat e banorëve që të bëhet një rregullim i rrymes, domethënë rrjetit të rrymes, por akoma asnjë gjë. Ai thekson se ndërprerjet ndikojnë rënd edhe tek nxënësit e klaseve të ulta, të cilët detyrohen të mësojnë në ambiente të ftohta. Shumë vështirë, sepse tash nxënësit që kemi çmos të klasë të ulta që janë shprit parashkollore edhe klasa parë, 2, 3 deri deri në 5, kanë shumë vështirësi gjatë mësimit sepse nuk ka rrymë. Kur s'ka rrymë, s'ka as ngrohje. Problemi është më një herë, domethënë atëherë jo kemi probleme edhe me flamë, me gripe, sepse fëmijët ftohen. Vinë këtu s'mund as me mësu, domethënë s'kemi kuadrat më të mirëfillta kur s'ka as ngrohje.
Edhe kryetari i fshatit Dol Dod Leshi thotë se rryma ndërpritet pa orar, madje edhe disa herë në ditë. Të lashet më të mëdha e mua është mungesa rrymë se nalet pa orar. E nalin kur dojnë, e nshojnë kur dojnë. Nuk paralemrojnë se ka mu nal, edhe nalin në 10 ditës, një ditës, pram në kanal, dhe më thonë, 8 mramjes, sot vesh jemi hala pa rrymë, dhe më nuk ka rrymë, dhe më thonë, gjdo shpi ka vështërsi, tash i kena edhe festet e Krishtlindjen e vitit të ri, dhe më thonë, as nuk kemi në ngrohje. Mysa shtretor rryma, nuk është problem për shtreti, problemi është që nuk ka rrymë, e nalin kur dojnë, mes me pagu, thot jenë shkyqje, nuk e di me çfarë drejtë e bojnë këta, nuk e di çfarë drejtë, na nuk na ka merr kur gjë tjetër, ju kemi drejtuar të vesyrë çton, faleminderit për ju që po vini kanë herë na vizitoni, për kërkesat tona, për shqetësimet tona. Banorët paralajmërojnë se nëse situata vazhdon, do të organizojnë protestë gjithëpërfshirëse nga Buglica dhe fshatrat përreth, duke kërkuar që KEC të marrë masa urgjente. Na shpejt, nëse vazhdon kështu, do të organizojmë një protest gjithë bashkisë lokale. Përfshi prej Muglicës deri në fshatin Marmall atje, se nuk mujmë me dëru ma. Jemi lodh protestës do, telefona për ditë, nuk kemi rrymë, na nuk dim tjetër derdale çka më bën. Tutje banorët patën një apel drejtuar KEC-it që të marrin masa dhe t'ju sigurohet e drejta atyre nga se të gjitha pagesat janë duke i kryer me rregull dhe se në të kundërtën janë të detyruar të vazhdojnë me protestë. 16 ditësh i aktivizmit kundër dhunës me bazë gjinore është një fushatë globale e ndërgjegjësimi dhe mobilizimi që qëllim kryesor ka parandalimin dhe eliminimin e të gjitha formave të dhunës ndaj grave dhe vajzave. Erblina Dinarama, drejtoresh në shtëpinë e sigurt në Gjakov, thotë se pavarësisht fushatave për parandalim të dhunës, ende nevojitet ndërgjegjësim në shoqëri për këtë fenomen. Në kuadër të fushatës 16 ditë të aktivizmit kundër dhunës në baza gjinore, e cila u zhvillua në gjithë globin nga 25 nëntori deri më 10 dhjetor, drejtoresha e strehimores Shtëpia Sigurt Erblina Dinarama thotë se edhe pse fushatat e kësaj periudhe janë të rëndësishme, puna për vetëdijesimin e grave dhe vajzave duhet të vazhdojë gjatë gjithë vitit. Kjo pasi raportimi i dhunës mbetet ende një sfidë, pavarësisht shërbimeve që ofrojnë institucionet dhe strehimorët. Patjetër që është shumë e nevojshme të mbahen fushatat, sidomos kjo 16 ditë të aktivizmit kundër dhunës në bazë gjinore, e cila ka filluar me 25 nëntor, në ditën ndërkombëtare për eliminimin e dhunës ndaj grave dhe përfundon me 10 dhjetor në ditën ndërkombëtare për të drejtat e njerëzit. Nuk është e mjaftueshme 16 ditë, unë mendoj që gjatë gjithë vitit ne punojmë dhe angazhohemi që të ngrisim vetdijen edhe e grave dhe vajzave në veçantë për të raportuar dhunën, për shërbimet të cilat i ofrojnë institucionet tona, mirë po dhe shërbimet që ofron strehimorja. Kështu që është më së e nevojshme që ende të punojmë në fushën e parandalimit, për arsye që nëse ne parandalojmë një të keqe, atëherë nuk do të na vinë edhe rastet, nuk do të rriten numri i rasteve. Sipas saj, numri i rasteve që kërkojnë strehim në strehimoren e Gjakovës mbetet pothuajse i njëjtë vit pas viti. Mesatarisht 100 deri në 150 gra strehohen çdo vit në këtë institucion, ndërsa edhe gjatë këtij viti situata ka qenë e ngjeshme, u shpreh Dinarama. Viteve të fundit kemi qëndron domethënë pak a shumë numri i njëjtë i rasteve të cilat vinë dhe kërkojnë shërbime tek ne, kështu që kemi një mesatare rreth 140-50 raste në vit që ne i strehojmë gjatë vitit, kështu që edhe këtë vit është pak a shumë i njëjtë, situata qëndron njëjtë edhe me raportim edhe me ofrimin e shërbimeve në strehimore. Dinarama nënvizon se puna në fushën e parandalimit është thelbësore, sepse vetëm përmes ndërgjegjësimit të vazhdueshëm mund të ulet numri i rasteve të dhunës. Po shpresojmë dhe po punojmë prapë në fushën e parandalimit, domethënë, sepse normalisht që parandalimi çon në uljen e numrit të rasteve të raportuara. Mirë po unë mendoj që dhuna ekziston në familjet e Republikës së Kosovës, kështu që unë mendoj që nuk kish qenë edhe më i lartë nëse do të kishim edhe raportim më të madh. Mirë po, ne prapë po flas që është mirë të punojmë të ngrisim vetdijen e qytetarëve që ta raportojmë dhunën.
Programet shkollore për të parandaluar dhunën, reduktimi i përdorimit të rrezikshëm të alkoolit, ndryshimi i normave sociale dhe kulturore përmes edukimit dhe rritjes së ndërgjegjësimit, si dhe ndërhyrja të fëmijët e keqtrajtuar për të shmangur përfshirjen e tyre më vonë në dhunë, janë disa nga faktorët që mund të reduktojnë dhunën ndaj grave. Punimet në ndërtimin e kampusit universitar në Gjakov po shkojnë më shpejt se sa është planifikuar. Rektori Drilan Bunjaku gjatë një viti pas fillimit të punimeve gjatë kësaj jave i la pohuar mediumit ton se aktualisht janë drejt finalizimit lamella A dhe B, përderisa gjatë vitit 2026 pritet të përfundojë faza e parë e punimeve. Janë bërë një vit nga vendosja e kurthemelit të kampusit të Universitetit Fehmi Agani në Gjakov. Rektori i këtij institucioni, Drilon Bunjaku, është shprehur se janë shumë të kënaqur me mbarvajtjen e procesit të ndërtimit të kampusit, nga se përgatitjet po shkojnë edhe më shpejt se që është planifikuar, dhe se pritet që gjatë vitit 2026 të përfundojë faza e parë e ndërtimit të 4 lamellave. Tash janë bërë një vit prej kur vendos kurthemeli, vitin 2024, në 9 dhjetor, tash u bën një vjet. Edhe jemi shumë të kënaqur për shkak se ndërtimi është duke shku, më thonë, edhe më shpejt se qysh është paraqo me planin dinamik. Kjo për faktin që kemi një mbështetje edhe bashkëpunim të shkëlqyer me Mashtin, vlen cekët që tash sfundi në buxhetin e vitit 2025, do të kemi shpenzuar gjitha mjetet për investime kapitale. Mashti na ka mbështetur edhe me 400.000 euro shtesë tek infrastruktura edhe investime kapitale që parashit. Kështu që jemi të kënaqur, është duke ecë shumë mirë, lamella A dhe B janë drejt finalizimit. Dhe sa i përket lamellës C, është shtru themelet, doja është shtru bazamenti, edhe pritet që gjatë vitit 2026 të kryhet faza e parë komplet e ndërtimit të 4 lamellave. Rektori Bunjaku tutje ka potencuar se një prej standardeve kryesore në akreditim është infrastruktura dhe në këtë formë zgjerimi i infrastrukturës dhe finalizimi i projektit do të ndikojë pozitivisht në procesin e mësimdhënies dhe punës hulumtuese e shkencore. Duke pas parasysh që një prej standardeve kryesore kam potencuar disa herë është infrastruktura në akreditim. Në akreditim institucional kemi tash në vitin 2026. Kjo është një element shtesë për shkak se ne po zgjerohemi me infrastrukturën edhe po shkojmë drejt finalizimit. Kjo kuptohet shumë e rëndësishme për shkak se aktualisht jemi duke i shfrytzuar objektet e komunës së Gjakovës. Do të ketë ndihmë shumë të madhe për shkak se do të ketë salla moderne të mësimit, laboratorë moderne, studentët do të kenë hapësira ku do të kenë hapësira leximi, hapësira të aktiviteteve edhe jashtë kurrikulore do të ndihmojnë në procesin edhe cilësinë e mësimdhënies dhe punës hulumtuese dhe shkencore, kuptohet. Kujtojmë se vendosja e gurthemelit të kampusit të Universitetit Fehmi Agani në Gjakov një vit më parë shënon një hap të rëndësishëm drejt përmirësimit dhe avancimit të infrastrukturës akademike dhe për krijimin e mundësive të reja për studentët. Shkugëza është një atrakcion për shumë njerëz dhe posaçërisht për ata që zgjedhin të bëjnë ecje ose vrapim, por jo gjithmonë ky vend është në gjendje të mirë. Kjo pasi rruga përgjatë kësaj mbetet e mbushur me mbeturina. Përgjatë rrugës së Shkugëzës në afërsi të fushave të tenisit në skajnë ansor të saj shihen sasi të mëdha mbeturinash që prej kohësh kanë mbetur të pranishme. Kjo zonë e cila tashmë frekuentohet shumë nga qytetarët për shkak të hapësirës rekreative që ofron Shkugëza vazhdon të ngjë me një deponi të vogël mbeturinash. Tashmë në këtë vend janë hedhur mbeturina të llojeve të ndryshme, gjë që ka shtuar shqetësimin e banorëve dhe vizitorëve të zonës. Qytetarët përpara kamerave thonë se prania e këtyre mbeturinave po dëmton imazhin e Shkugëzës, e cila njihet si një zonë për rekreacion, ecje dhe relaksim. Sipas tyre, një vend i tillë nuk duhet të jetë i mbushur me mbeturina, por i mirëmbajtur dhe i pastër, ashtu siç meriton hapësira natyrore. Edhe pse 50 vjeç një grua nuk u dorëzua asnjëherë për të bërë nën. Ajo gjatë kësaj jave mori epitetin e nënës për herë të parë duke u bërë nën e një vajze të shëndosh. Lindja u realizua në spitalin Isa Greza në Gjakov dhe sipas mjekëve që asistua në lindje gjithçka shkoi mirë dhe Leona dhe foshnja gëzojnë shëndet të plotë.
Një grua 50 vjeçare është bërë nën për herë të parë. Sipas personelit mjekësor të spitalit Isa Grezda, si Lehona, ashtu edhe foshnja gëzojnë shëndet të plot pas lindjes. Ginekologu Dr. Ahmet Haslani deklaroi se pavarësisht moshës së nënës, procesi i lindjes ka kaluar pa komplikime dhe gjithçka ka shkuar shumë mirë. Procesi i lindjes ka shkuar mirë, ka për herë të parë ka ardhur në maternitetin tonë një paciente në moshën rreth moshës 50 vjeçare, po 50 vjeçare së 75-she, e cila ka qenë shtazania e parë, e cila është krye shtazania ka ndodhur në Çipër me IVF in vitro, edhe deri në moshën 36 javëshe të shtazanisë, kjo vizitat i ka bo edhe atje edhe nga njerë në Prishtinë, ndërsa vizitat e fundit, 10 ditë para se lindjes, me lind ka ardhur në maternitetin tonë. Ndër të tjera, Dr. Aslani theksoi se pavarësisht moshës së avancuar për të bërë nën, nuk është vonë asnjëherë. Ky është një shembull i mirë dhe kur nuk është vonë dhe kur duhet me hek dorë nga të qenurit nënë. E emocionuar, nëna e foshnjës Safete Metaj falenderoi repartin e ginekologjisë për kujdesin dhe mbështetjen e dhënë gjatë gjithë procesit. Jam shumë e lumtur me gjithë burrin tim, sërish me burrin tim, me gjithë fëmijë s'kam pas sa gjithë kam kohë s'ka dalë sukses që atje po dhe për mikpritje këtu më kanë pritë mirë, kujdesin për mua shumë mirë. Këtu në Gjakov, të Dr. Ahmet Aslan Provina, me kolegët e vet, shumë kanë pritë mirë. Për stafin mjekësor, çdo lindje e sigurt mbetet prioritet pavarësisht sfidave që mund të paraqes mosha apo rrethanat, ndërsa për familjen Metaj, kjo ditë shënon fillimin e një kapitulli të ri të mbushur me gëzim dhe shpresë. Antarët e shoqatës Hendikat Gjakova këtë fundvit morën dhurata nga Bashkësia Ungjillore Fitoria në Gjakov. Në një atmosferë festive, ata ju gëzuan festave të fundvitit përmes një simbolike të vogël, por shumë domethënëse për të gjithë antarët. Me rastin e festave të fundvitit, Bashkësia Ungjillore Fitoria në Gjakov ka shpërndar dhurata për antarët të Hendikos në Gjakov. Drejtori i organizatës Blaze Food Care nga Skotlanda tha se këto janë dhuratat që çdo vit i japin me shumë dashuri. So the shoe boxes are filled for people who Këto dhurata janë për të përfshira për të gjithë njerëzit, jo vetëm ata me aftësi kufizume, derisa ne jemi duke shërbyer me këto dhurata në vendet e ndryshme si është Ukraina dhe vendet tjera, pra është një dhuratë për të gjithë njerëzit që janë të varfër, që janë në nevojë. Drejtoresha e Hendikos në Gjakov falenderoi organizatën për ndihmat e vazhdueshme. Si çdo vit, Bashkësia Ungjillore Familja bin dhurata për fëmijët me aftësi të kufizuara, por edhe të rritunit. Ky është një bashkëpunim shumë vjeçar, kështu që i falenderojmë këtë organizatë. Përveç këto edhe me mjete ortopedike shpeshherë na kanë mbështet ku e vlerësojmë këtë ndihmës, pasi që kemi nevojë sidomos për mjete ndihmëse. Të gjithë antarët e organizatës Hendikos që pranuan dhurata ishin shumë të gëzuar, pasi atmosfera e festave të fundvitit vetëse filloi të ndjehet. Ndoqet përmbledhjen me disa prej ngjarjeve që karakterizuan javën që lan pas në Gjakov, ndërkohë ju vazhdoni të qëndroni me programin tonë. Mirëmbëjtje.